është drejtor. Antarët e kryesisë po mendoj që s'kan mujt aty për aty, me thonë kush o kjo, kush o ka bën. Por ajo kërkesë nuk ka shkuar në ato momente, sepse ajo kërkesë është trajtu njëherë brenda kabinetit të kryetorit ose të kryetorit së kuvendit. A vesh një pyetje, kush po e bën që të ekspozita? Shiqa, aty dikush e ka ditë çka ka mu bon. Po ata që e kanë çu dorën, ata të tjerë. Libri i Zotit Goshi është botuar në vitin 2024. Dhe ata që kanë lexuar i kanë pa gabimet fatale që janë aty dhe shtrembrimin e historisë së Kosovës që është aty. Prandaj këta kanë rënë në lehthitje, por nuk u dosh me rënë në lehthitje, sepse edhe këta e bartin një pjesë të përgjegjësisë, sepse kanë votuar dhe me beso të gjithë kryetarja e kuvendit tha, të gjithë kemi votuar përpos antarit të listës sërbska. Dhe po ta dinte antari i listës sërbska se masakrat në Kosovë janë të paraqitura sipas dëshirës së Zotit Goshi, ai do t'i çonte dy duart dhe do ta votonte atë buxhet për 12.899 eurove për Zotin Goshi. Por ai ka dyshu që në paraqitura masakrat mirë dhe nuk ka votuar. Dhe po ta dinte ai, vetëm e kishte votuar atë buxhet. Kalu buxhetin që t'ja shqiptarëve përporën masakrat e cunguara, masakrat që forë nuk janë me realitetin. Masakrat kanë ndodhur. Po janë zvogluar numër dhe është rrajt. Është treguar si një farë dukurie, ndoshta tash në kryesi, krejt kemi tash mundësi me hedh dilema nëse antarët e kryesisë votojnë çfarë do vendimi pa ditë për mbajtjen. Krejt në kryetarët kanë këshillar, kanë staf që do të mund ta verifikonin, të mos e votonin ndoshta atë ditë, të kërkonin kohë. Por kjo arsyetimi se nuk e kemi ditë kush është çka bën tek bën, po më duket që nuk është edhe fort profesional. Ata antarët kryesisë kuvendit, njerëz që udhëheqin marketingjet në institucione private dhe qendrore, duhet të jenë të kujdesshëm dhe të trajtojnë çdo kërkesë që u shkon. Edhe ato kërkesat që shkojnë në Ministrinë e Kulturës për më mbështet për subvencione. Nuk duhet të jepet me të njofshëm. Është Xhavet Jashori në nënshkruja. Jo, çka ka lyp Xhavet Jashori? Çka ka lyp Xhavet Jashori? A u ka botën një libër me poezi që e merr përgjegjësinë vet? A u ka botën diçka që duhet më marr shteti me ta? Dhe për më tepër s'është verifikuar as për. S'është verifikuar fort dhe asgjë nuk verifikohet në këtë vend. Vetëm shkon, çdo gjë jepet me të njofshëm. Antarët e kryesisë nuk kanë qenë fare të interesuar me ditë çka ka. Është ekspozit për masakra, po më kalu, veç e kanë çu dorën. Kur s'është interesuar me thonë, ka dalë prit herë. Bire pak më gjën, çka ka, cilat janë ato masakra. Dhe më një herë lexo masakrën e por, Prekozën, te Prekozën alo. Le Dubrovën, le Mejen, le Krushën. Prekozë është e pora, ose Qirezi dhe Likoshani. Lexo aty, a janë sakt. Që ne jemi bukur për masakrën e Prekozët, thotë kaq janë pjesëtor të armatosën dhe ka qenë familje të po armatosëra. Dhe i llogarit vetëm të po armatosërit. Atë më jashon se llogaritet që është vro. Se ka qenë pjesëtori i UÇK-s. Kështu që unë mendoj